A e dini se interneti mundet me paraqit rrezik për sigurinë dhe mirëqenien e fëmijëve nëse nuk përdoret në mënyrë të përshtatshme për moshën. Sipas një raporti të UNICEF-it të publikuar në vitin 2024, fëmijët mund të përballen me ngacmim kibernetik, ekspozim ndaj përmbajtjeve të padëshiruara, dezinformim e shfrytëzim seksual. Sipas këtij raporti, rrjeti EU Kids Online në vitin 2020 kishte publikuar një sondazh ku ishin përfshirë mbi 25.000 fëmijë të moshave 9 deri 16 vjeç në 19 vendet e Bashkimit Evropian. Këto të dhëna tregojnë se 10% e fëmijëve prej moshës 9 deri 16 vjeç të paktën një herë në muaj përjetojnë bullizëm online. Mesatarisht 8 deri 17% e fëmijëve të moshës 12 deri 16 vjeç shohin përmbajtje të dëmshme online. Tutje 4% e fëmijëve thuhet se kishin marrë oferta seksuale të padëshiruara çdo muaj dhe 13% e kishin marrë këtë ofertë disa herë gjatë vitit. Pra, fëmijët tanë po rriten në një botë digjitale me plot rreziqe. Është e kuptueshme që internetin nuk mujmë me e nal, por mund të mësojmë të mbrojmë fëmijët tanë brenda tij. Për video të tjera rreth edukimit medial, mos harro me e bo subscribe hibridin në YouTube.